po në rregull. A mund është të lutem me shku me dokumentet që i kom dërgu, se në fillim të fjalisë ta kom pa në ARBK, absolut tha nuk është të vërtet. Edhe njëherë, thirrja për tender ka dalë me 18/9/2024. Regjia, a mundet një kamerë me ardhë që tu ma afer me në ndjek, se e kena ma të rëndësishme që të numrat e detajet e vogla, se sa të lutëm. 18/9/2024. Kurse? Veç pak. Pra, 18/9/2024, që i vjen 18 shtator 2024. Thirrja për kush po fiton tenderin, si më thonë. Kurse biznesi që ka fitu LIPKS dhe IT SHPK, sepse kontrata është nënshkruar me këtë SHPK dhe jo me një konsorcium, është e themeluar shoqëri me përgjegjësi të kufizuara. Është e themeluar me 23/9/2024. 5 ditë masi që ka dalë thirrja. Pra, në vend se kompania me qenë funksionale del thirrja aplikon, këtu formohet kompania ose themelohet kompania pasi që del thirrja, edhe shiko Ermal, të tregova çfarë hapësire dhe çfarë fabrike me 5 punëtorë është regjistruar. 23/9/2024. Personi autorizuar, koka Driton Islami. E kam provu. Jo, Driton Islami është adresa. Numri telefonit është aty, e ka provu, po më duke debat plusi, po s'ka pranu me fol. Naser Maloku është përfaqësuesi. Naser Maloku? Po. Qa ka thonë Naser Maloku, regjia? S'mund dhe me fol, po më duke, ta diçka qështu se pyta. Jam jashtë vendit, ka thonë, ha? Okej. Ani jo, veç po e provoj. Naser Maloku @outlook.com, veç me edito. Po. Tash, kjo e para, u vërtetu. Naserin po provoj me thirë. Okej. Naser, përshëndetje. Naser, përshëndetje. Alo, Naser, përshëndetje. Përshëndetje. Jam Ermal Panduri, jam drejt për drejt nga televizioni Dugagjini për ju thras. Po, Ermal, nuk jam në Kosovë. S'prish pun, nuk ka rëndësi ku je. Okej, të e bone punën tonë. S'mjafton që kash. Punë e me zbarë të vërtetën. Ajo në konsorcium, Pa tjetër, gjithmonë. Ajo në konsorcium, ajo në SHPK. Edhe pse aty po shkru normal, po tash... Nuk mi afton mos më konë Kosovë, ti kompani që pi mërshë sa milion euro, tash mos më këtu jo së përgjigjen. Regjia, asiguroni mi a dërgu një mbushje, ju lutëm qëtë numër, që po thrasim, dërgajni një mbushje. Dërgajni 20 euro mbushje, ma shumë se zgjasë 20 euro. Edhe e du që ja kena dërgu qëtë mbushje, 20 euro për me na u përgjigj, që mos tjetë arsyetim që nuk ka pas impulsa diçka për me na u përgjigj. S'ka rëndësi e emra në vendit, ajo është vendit, ku do që jetë, ti mund është me na u përgjigj. Për neo që kjo esenciale. Dërgajnë 20 euro. Regjia, ja u jep, po, na duhet, po, në gëmë, ideja o blejani, ja u jepim pare të mas. Ka bore këta. A bënë veç që kjo vërtetu, se tha kom shiku në ARBK është e pa vërtet. A është e vërtet që o themelu 5 dit masi dalë thirrja? Me 23 shtator 2024 registru që tu po thot në qëtë dokument, që tu në thirrja o bon me datën 18 shtator 2024. Okej, mirë. Ta është i pretendimi është që kjo nuk është kompani, edhe pse që ku e keni lip kësë SHPK, por konsorcium. Hajde tash, kalot e faqa qetën që të regoj pse asë kësë është e vërtet. Në ligjin, se Kosova ka ligje, thjesht do të mi respektu. Në ligjin për shoqëri tregtare, thuhet, neni 35, regjistrimi fillestari degës së shoqërisë së huaj tregtare. Një kompani e huaj që do me ardhë me punu në Kosovë. Pika 1. Shoqëria e huaj tregtare mund të angazhohet në veprimet ekonomike në Kosovë përmes regjistrimit të një degë të shoqërisë së huaj tregtare. Am tregon zotri Peci mu ku e ka filialen? Ku e ka filialen që kjo kompania e huaj që qenë ka konsorcium me këta vendore? A muni më tregu? Nuk ka. Dhe pika 2, për regjistrimin e degës në Kosovë, përfaqësuesi autorizuar ose përfaqësuesi me prokur, i shoqërisë së huaj tregtare duhet të dorëzojë në ARBK listën e dokumentave të nevojshme për regjistrim. Ermal, veç çdo pak vëmendje. Për me mujt me bo konsorcium, një kompani e huaj me një lokale, siç po të thot ligji, shumë i mirë i Kosovës edhe neni 35, duhesh me regjistru një filial në Kosovë. Kompania për cilën këta po pretendojnë që ka bashkë veprim edhe konsorcium nuk ekziston në Kosovë. S'ka filial. Rrjedhimisht sa SHPK.
Se ekziston. Kompania që këta po pretendojnë që është e huaj dhe ka bërë konsorcium me këta lokale. Nuk ka filial në Kosovë. Po kthen ARPK që aty regjia? Kthen ARPK. Kthen fletën ARPK-s? Kjo është kompania vendore. Po që kjo është? Po kjo është SHPK. Këta po thojnë nuk ka veç kjo, po konsorcium. Po çdo është filiali. Ko? Po kjo është SHPK. Në Ferizaj, pa numër. Jo, kjo është SHPK. Te drejtori Islami pa numër. Po kjo është kompania në Kosovë. Këta po pretendojnë që kjo është kompania aktori lokal dhe në bashkëpunim me një kompani të huaj kanë bërë konsorcium. Unë em ka thënë, kthej ligjin edhe një herë për me mujt, me funksionu, edhe me bërë veprimtari ekonomike në Kosovë si kompani e huaj, duhesh me regjistru një filial sipas një 35 ligji për shoqëri tregtare. A ekziston? Jo, bjem poshtë konsorcium.